Në qendër të shekullit të 20, kontinenti evropian mbeti I kapur në një luftë totale që te I kaloi çdo parashikim të mëparshëm. Gjermania, e cila e kishte nisur konfliktin me besim në metodat e saj të sulmit të shpejt u detyrua të mbante një luftë shumë më të gjatë nga sa kishin imagjinuar udhëheqësit e saj. Fushat atu zgjatën dhe ushtria ju nënshtrua një ritmi që nuk mund ta mbante. Miliona burra u mobilizuan dhe u dërguan në betejë që shumë fishoheshin pa pushim, me komanda që vazhdonin të kërkonin sakrifica edhe kur disfata ishte e dukshme. Makineria ushtarake u konsumua në marshime të pafundme dhe në përleshje ku mbijetesa individuale mezi kishte hapësirë. Popullsia civile gjithashtu u tërhoq në një përpjekje të paprecedent, ndërsa drejtimi politik këmbëngulte në mbajtjen e luftës deri në ditën e fundit. Rezultati ishte një kosto njerëzore me përmasa të vështira për t'u kuptuar. Çfarë ishte saktësisht ajo që shkaktoi kaq shumë vdekje dhe pse pothuajse të gjithu zhdukën? Blitzkrieg, iluzione që vrau mira. Kur ushtria gjermane kaloi kufijtë e Polonisë në shtator të 1939, shumë komandant të lartë ende nuk e dinin se po filloni një luftë që do të shkatërronte të gjitha strukturat e mëparshme. Ofensiva u paraqit si një shembull I përsosur I shpejtësisë, saktësisë dhe modernitetit, por në të vërtetë I mungonte një planifikim I fortë dhe manuale të qarta që do të udhiknin operacionet. Vendimet merreshin në ecje dhe funksionuan, sepse armiku u shem me shpejtësi, jo për shkak të një strategjie të zhvilluar në plan afatgjat. Në ditët e para, komanda gjermane vun re se polakët nuk mund të mbanin pozicione fikse, dhe kjo dha përshtypjen se lëvizhmëria ishte çelësi përfundimtari I suksesit. Kolonat e blinduara përparonin me shpejtësi të madhe, ndërsa aviacioni shkatërronte rrugë, depozita dhe komunikime. Megjithatë, pas kësaj pamjeje, pushteti, oficerët e dinin se aparati logjistik nuk ishte I përgatitur për një luftë të zgjatur. Në të vërtetë, ofensiva kundër Polonisë ishte një provë që doli më mirë se sa pritej, sepse armiku ishte I pajisur dhe I shpërdar keq, ndërsa ditët kalonin, komanda e lartë gjermane filloi ta shihte atë fitore si një model. Rezultati ishte se kur erdhi urdhri për të pushtuar Francën, nuk u projektua një fushatë fort, por një kopje nxituar e asaj që ishte bërë disa javë më parë. Divizionet e blinduara morën më shumë rol, megjithse nuk ekzistonte një doktrinë e qartë mbi përdorimin e tyre afatgjat. Sulmi në perëndim filloi në maj të 1940. Njësit e blinduara përparuan përmes Ardenave, një zonë që francezët besonin se ishte e paarritshme për forcat e mekanizuara. Habia ishte totale. Në pak ditë, tanket kaluan luminmoz, tyen mbrojtjen e armikut dhe përparuan papritur pjesën kryesore të këmbësorisë. Ky vendim u mor në ecje pa koordinim apo parashikim logjistik. Komandantët në teren merrnin vendime taktike që shndërroheshin në operacione strategjike pa u planifikuar nga askush në Berlin. Në atë moment, shtypi gjerman filloi të përdorte termin Blitzkrieg, sikur të ishte një teori e definuar. Në të vërtetë, ishte një shpikje gazetareske që kërkonte të jepte një emër tërheqës, një fitoreje të papritur. Shumë general, lart nga pranimi I kësaj etikete, kritikonin improvizimin e vazhdueshëm dhe mungesën e një përgatitje reale. Njësit e blinduara shpesh mbeteshin pa karburant, pa mbulim ajror dhe pa mbështetje logjistike, por armiku po shkatërrohej aq shpejt sa që këto mangësi kalonin pa u vënë re. Ndërsa përparimet përshpejtoheshin, problemet strukturore injoroheshin. Flitej për një lloj të ri lufte bazuar në shpejtësi, pa fronte të definuara, por e vërteta është se ushtria nuk kishte manuale apo shkolla që të mbështesnin një koncept të tillë.
Çdo komandant improvizonte sipas situatës. Në Francë, fati përsëri luajti në favor të sulmuesve. Komanda franceze u vonua ditë të tëra për të reaguar dhe, kur donte të kundërsulmonte, komunikimet ishin tashmë të ndërprera. Divizionet gjermane përparonin pa koordinim të përgjithshëm, por gjenin pak ose as pak rezistencë. Rënia e Francës në 6 javë u interpretua nga shumë si prova që modeli ishte i pagabueshëm. Në të vërtet, ishte rezultati i vendimeve të rrezikshme të marra në presion, që funksionuan vetëm sepse armiku bëri gabime edhe më të mëdha. Linjat e furnizimit ishin shumë të gjata dhe shpesh humbeshin automjete për shkak të mungesës së karburantit. Në disa raste, komandantët e tankeve vendosën të ndalonin sepse nuk kishin municione apo urdhra. Sukseset ishin aq të shpejta sa që Hitleri dhe komanda e lartë besuan se kishin zbuluar një formulë definitive. Ky besim u shndërrua në doktrinë pa bazë. Nuk u rregulluan strukturat logjistike dhe nuk u modernizua sistemi i komunikimit. U supozua se fushatat e ardhshme do të ndiqnin të njëjtin model. Ushtria u riorganizua për të përsëritur atë që kishte shkuar mirë, jo për të përgatitur për skenar të ndryshëm. U zvogëllua prioriteti i artillerisë së rënd dhe ju dha më shumë fuqi njësive të lëvishme, megjithse shpesh këto operonin pa koordinim me këmsorin. Fushata kundër Francës la një imazh të rrem të pathyeshmërisë. Regjistrimet e brendshme tregojnë se disa general paralajmëronin për rreziqet e besimit të shpejtësia pa siguruar furnizimin, por ato zëra u injoruan. Besohej se suksesi qëndronte në impulsin fiestar, në që organizimin e armikut në ditët e para, dhe se pastaj gjithçka do të zgjidhej vetë. Kjo mentalitet u zhderua në normë. Nuk u përforcuan rezervat, as nuk u ruajtën burime për fushata të gjata. Struktura e ushtrisë u formua për të përsëritur një formulë që kishte funksionuar vetëm për shkak të kushteve të jashtëzakonshme të momentit. Kur përfundoi operacioni në perëndim, shumë oficere dinin se nuk do të mund ta mbanin atë ritëm nëse përballeshin me një armik që rezistonte më gjatë. Megjithatë, miti i Blitzkrieg ishte tashmë i instaluar. Mësohej në akademi si kur të ishte një model i konsoliduar, megjithse në të vërtet nuk u planifikua kurrë. Gabimet u maskuan dhe raportet kritike mbetën të arkivuara. Në javët pas fitores, Hitleri mori vendime strategjike duke besuar se të gjitha luftrat e ardhshme do të ndiqnin të njëjtin model. Kjo ndikoi drejt për drejt në përgatitjen për operacionin Barbarossa. Në vend që të forcoheshin linjat e furnizimit, u përforcuan njësitë e lëvishme. Në vend që të dizenjoheshin plane për dimrin, u planifikua një fitore e shpejt. Gjithçka bazohej në iluzionin se një luftë rrufere mund të shpërbënte çdo rezistencë. Por rasti i Polonisë dhe Francës nuk do të përsëritej. Sovjetikët nuk do të shembeshin në javë, as nuk do të lejonin një përparim pa përgjigje. Ushtria gjermane arriti në 1941 pa një strukturë të gatshme për kozgjatjen, klimën apo thellësinë e frontit lindor. Vendimet e marra pas fushatave fillestare e shndërruan një improvizim në normë. Ajo iluzion çoi mijëra ushtar të futeshin përtej kufive logjistik, pa përgatitje asnjë për të përballuar paralizën, dhe me një organizim operativ të ndërtuar mbi një model që nuk ekzistoi kurrë realisht. Tirania e komandës së lartë, kur dorëzimi ishte i ndaluar. Që nga fillimi i pushtimit të Bashkimit Sovjetik, urdhrat që arrinin nga kupa e regjimit gjerman e bënin të qartë se tërheqja nuk ishte një mundësi. Ndërsa muajt përparonin, ajo parull u shtërrua në një normë të hekurt që ndalonte çdo tërheqje vullnetare. Në çdo koshe të frontit lindor, komandat e mesme merrnin udhëzime të drejtë për drejta për të qëndruar të fortë, pa marrë parasysh kushtet e terrenit, numrin e viktimave ose mungesën e furnizimeve, dhe ajo linjë u mbajt deri në fund. Ajo që filloi si një mas presioni për të fituar kohë, u kthye në një detyrim të imponuar në të gjitha nivelet, ku çdo dyshim mbi rezistencën dënohej me ashpërsi.
Shenjat e para të kësaj qazieje u shfaqën në përleshjet e para në tokën sovjetike, kur kundërsulmi i armikut arriti të izolojsh disa njësi gjermane. Në vend që t'i lejohej të tërhiqeshin për t'u rigrupuar, atyre u urdhërua të qëndronin në pozicionet e tyre, të rrethuar dhe pa përforcime. Ai lloj vendimesh u përsërit pa pushim, edhe kur komanda e lartë e dinte se rezultati ishte shkatërrimi i divizioneve të tëra. Diskursi zyrtar këmbëngulte në atë se çdo tërheqje ishte e barabartë me një tradhti, dhe në atë premis u ekzekutuan 10 oficerë që u përpoqën të shpëtonin burrat e tyre nga një masakër e sigurt. Rezistenca ndaj çdo tërheqjeje u intensifikua kur u bë e qartë se lufta nuk do të ishte e shpejtë. Në vend që të modifikonte strategjinë, Hitleri përforcoi vizionin e tij personal të konfliktit si një luftë vullneti, ku e rëndësishme nuk ishte pozicioni në hartë, por aftësia për të duruar deri në limit. Kjo ide nuk u aplikua vetëm për trupat në front, por edhe për oficerët në prapavi, të cilët duhej të transmetonin atë logjik të njëjtë në të gjitha nivelet, edhe kur kushtet ishin të papërballueshme. Kështu, qindra mesazhe ditore arrinin në njësitë e rrethuara, me fraza të shkurtra si "asnjë hap prapa" ose "duroni deri në limit". Humbja e Stalingradit nuk çoi në një rishikim të strategjisë, por në të kundërtën. Komanda e ktheu atë dështim në justifikim për të ashpërsuar edhe më shumë parullën e rezistencës. Në vend që të analizoheshin shkaqet e fatkeqësisë, u imponua ideja se e vetmja rrugdalje ishte të durohej gjithmonë, pa marrë parasysh koston. Që atëherë, urdhrat u transmetuan me një ton akoma më agresiv, ku thelpsore nuk ishte konservimi i forcave apo territorit, por demonstrimi i bindjes absolute. Kjo politik u mbajt edhe kur armiku të i kalonte me tepric forcat gjermane. Në vend që të përshtatej me skenarin e ri, regjimi intensifikoi presionin e tij të brendshëm, duke dërguar komisar politik, gjykata të improvizuara dhe patrulla speciale të ngarkuara me frenimin e çdo shenje mosbindjeje. Lufta u zhvendos nga fusha e betejës në brendësi të vet ushtrisë, ku shumë ushtar kishin më shumë frikë nga eprorët e tyre se sa nga armiku. Urdhrat komunikoheshin me një gjuhë të ashpër dhe pa nuanca, duke e bërë të qartë se kush nuk zbatonte do të eliminohej. Mesazhi ishte i drejt për drejt, ose qëndroje deri në limit, ose zhdukeshen në akuza për frikacakri. Në sektor të shumt të frontit lindor, veçanërisht në rajone me pyje ose lugjina pa rëndësi operative, njësiti gjermane mbeteshin të stacionuara gjatë javësh pa objektiva të definuara. Edhe pse tereni nuk ishte vlerë strategjike, urdhrat kërkonin të mbahej pozicioni me çdo kusht. Kushtet përkeqësoheshin çdo ditë, por nuk lejohej asnjë lëvizje. Rrugët e tërheqjes bllokoheshin me borë, balt ose mina, dhe komunikimet ndërpriseshin gjatë ditësh të tëra. Disa detashmente braktiseshin pa marrë përforcime apo furnisime, të izoluara nga vendime të marra larg fushës së betejës. Kur arrinin lajmet në kuartierin general, ishte tepër vonë. Regjimentet kishin pushuar së ekzistuari, të shlijera nga presioni i armikut ose të shpërbëra nga lodhja. Ajo dinamiku përsërit pa përjashtime, nga kalimet malore të Ballkanit deri në pyjet e ngrira të veriut, ku koha mbaronte pa e vënë në dyshim askush urdhrat. Lodhja e akumuluar nuk preku vetëm ushtarët e thjeshtë. Oficerët e mesëm, të cilët ishin ata që duhej të zbatonin ato urdhra të pamundura, filluan të tyeshin. Disa u përpoqën të vepronin me diskrecion, duke organizuar tërheqje të fshehta për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga njësitë e tyre. Por kur zbuloheshin, gjykoheshin menjëherë. Nuk u lejohej të shpjegonin situatën apo të mbronin vendimet e tyre. Gjykatat ushtarake funksiononin me shpejtësi, diktonin dënime të shpejta dhe në shumë raste zbatonin dënimin maksimal para vetë burrave të tyre, për të bërë të qartë se çfarë ndodhte me ata që nuk bindeshin. Gjatë gjithë konfliktit, ideja e qëndrimit të fortë me çdo kosto u shndërrua në një kurth të vazhdueshëm. Edhe pse forcat armike përparonin nga të gjitha pikat,
Urdhrat ishin të vazhdonin, të mbroheshin lokalitete pa funksion takik. Ushtarët merrnin udhëzime të drejtë për drejta për të mos braktisur pozicionet e tyre, eve kur kolapsi ishte i afert. Ai mandat përsëritej gjithashtu në zonat urbane, ku civilet mbeteshin të bllokuar pa rrugdalje. Situata e popullsisë nuk merrej parasysh, e vetmja gjë që kishte rëndësi ishte të shmangej çdo përmendje për ndërprerjen e luftës. Në pjesën finale të konfliktit, ajo logjiku bë më e dhunshme. Njerëzit që përpiqeshin të hapnin korridore për të evakuar të plagosurit ose civilet, akuzoheshin për tradhti. Shumë oficeru ekzekutuan për veprim pa leje, edhe kur veprimet e tyre kërkonin të shpëtonin jetë. Në të njëjtën kohë, u krijuan grupe speciale të ngarkuara me mbikëqyrjen e trupave të tyre, me detyrën për të denoncuar çdo përpjekje tërheqjeje. Ai kontrollu bë aq i rrept sa që ushtarët nuk dinin më nëse duhet t'i trembeshin më shumë armikut ose shefave të tyre. Në shumë fronte, kolapsi nuk erdhi vetëm nga humbjet, por nga demoralizimi i brendshëm. Rumania dhe Hungaria, aleatët që Berlini i la të vdesin. Në verën e 1942-shit, ndërsa makineria gjermane drejtohej nga lumi Don, ushtrit e Rumanisë dhe Hungarisë morën urdhra për të zënë sektor të gjerë të frontit lindor. Komanda e Berlinit i vendosi ato si tap midis pjesës më të madhe të forcave gjermane dhe linjave sovjetike, të bindur se mund të rezistonin. Vendimi nuk u bazua në kapacitetin real të këtyre trupave, por në nevojën për të liruar divizione gjermane për ofensivën kryesore. Ushtarët rumun u vendosën në jug të Stalingradit, ndërsa hungarezët zunë pozicione më në veri. Që në fillim, dalimi në armatime, stërvitje dhe moral ishte i dukshëm, por urdhri ishte i qartë. Duhej të mbanin vijen sikur të ishin njësi të njëjtit nivel me divizionet gjermane. Rumunët mbërritën në front me uniforma të dëmtuara, armë të vjetruara dhe artilleri të pamjaftueshme. Ata nuk kishin mjete të blinduara moderne dhe kishin pak kontakt operativ me aviacionin gjerman. Pavarësisht kësaj, raportet e dërguara nga Berlini pohonin se ata ishin në gjendje të kryenin detyrën e tyre. Hungarezët me më shumë efektiva përballeshin me mungesa të ngjashme. Tanket e tyre nuk mund të konkurronin me ato sovjetike dhe stërvitja e trupave të tyre ishte e kufizuar. Mungesa e mjeteve, e shtuar me një organizim të fragmentuar, i linte të dyja ushtrit në një situatë të pasigurt. Ndërkohë, komanda e lartë gjermane dyfishonte përpjekjet e saj në Stalingrad, pari shikuar kushtet reale në krah. Ajo që duhej të shërbente si ndalim, u reduktua në një prani simbolike, të keq pajisur dhe pa mbështetje. Gjatë javëve të para, linjat rumune dhe hungareze u mbajtën të qëndrueshme falqetësisë relative të frontit. Megjithatë, sovjetikët i vëzgonin me kujdes ato pozicione dhe prisnin momentin e duhur për të goditur. Në kampet rumune, ushtarët vuanin nga mungesa e furnizimeve, me racione të pakta dhe pajisje dimri të pamjaftueshme. Shumë prej tyre mbuloheshin me batanie të improvizuara, dërsa vëzgonin llogore të keq ndërtuara. Oficerët dërgonin kërkesa urgjente për përforcime dhe armatime, por përgjigjet vononin javë të tëra për të mbërritur, dhe kur vinin, ato mezi përbëheshin nga premtime ose dërgjesa minimale. Paralelisht, hungarezët merrnin urdhra kontradiktor, duke qenë të detyruar të mbanin sektor shumë të gjerë me njësi të shpërdara dhe të komunikuar keq. Në vjeshtën e të njëjtit vit, përgatitjet sovjetike u intensifikuan. Stavka kishte vendosur që linjat rumune dhe hungareze do të ishin pika e dobët nga e cila do të niste kundrofensiva që do të rrethonte ushtrinë e 6 gjermane në Stalingrad. Ndërkohë, gjermanet ishin ende të zënë me luftimet urbane, pa i kushtuar vëmendje raporteve të inteligjencës që paralajmëronin për rrezikun në krah. Komandantët rumun këmbëngulnin se pozicionet e tyre ishin të paqëndrueshme, pa mbështetje të blinduar, por në Berlin përgjigja ishte kategorike.
duhej të rezistonin. Hitleri nuk pranonte vënie në dushim dhe e konsideronte çdo përpjekje për tërheqje si akt frike. Kështu, divizionet e Boshtit mbetën të fiksuara në terren, pa kapacitet manovrimi. Më 19 nëntor 1942-shit, sovjetikët filluan operacionin Uran. Në agjim, një përgatitje masive artillerie tronditi llogoret rumune. Brenda pak minutash, mijëra predha shkatërruan pozicionet e tyre, dhe këmbësoria sovjetike përparoi e ndjekur nga brigadat e tankeve. Mbrojtësit rumun kishin mezi topa kundër tank, shumë prej të cilve me kalibër të pamjaftueshëm për të depërtuar blindën e T-34-ave. Rezistenca filjestare u shemb brenda disa orësh. Kompani të tëra u shkatërruan pa mundur të përgjigjeshin dhe komunikimet u ndërpren. Ofensiva sovjetike u zgjerua me shpejtësi dhe divizionet hungareze, të vendosura më në veri, e morën goditjen pak më vonë. Ashtu si qinjet e tyre, u mungonin armët moderne dhe u shkelën me të njëjtën lehtësi. Brenda pak ditësh, linjat rumune dhe hungareze u shembën. Mijëra ushtar u përpoqën të tërhiqeshin në mënyrë kaotike, ndërsa të tjerë u kapën masivisht. Ushtria e 6 gjermane mbeti e rrethuar në Stalingrad, pikërisht sepse krahët ishin mbajtur nga forca aleate të paafta për të rezistuar. Raportet nga fronti tregonin skena çorganizimi, me kolona të tëra rumunësh që ecnin pa drejtim, duke kërkuar të shpëtonin nga rrethimi sovjetik. Oficerët gjerman i akuzonin si frikacak, por në të vërtet, ata ishin dërguar në një mision të pamundur. Me armë të vjetruara dhe pa përforcime, disfata e tyre ishte e sigurt që në momentin kur ju dha ajo detyrë. Braktisja e aleatëve nuk përfundoi në Stalingrad. Në janar të 1943-shit, divizionet hungareze të vendosura në Don pësua një goditje të ngjashme. Ushtria e kuqe nisi një ofensiv kundër pozicioneve të tyre dhe brenda pak ditësh hungarezët u shpartalluan. Vlerësohet se më shumë se gjysma e kontingjentit të tyre në frontin lindor u zhdu brenda pak javesh, të vrarë, të plagosur ose rober. Madhësia e humbjeve ishte aq e madhe sa që ushtria hungareze nuk u rimkëmb kurrë. Letrat e dërguara nga të mbijetuarit tregonin një panoram braktisjeje, me ushtar pa ushqim, pa municione dhe pa urdhra të qarta, duke rezistuar derisa u asgjësuan. Në Berlin, lajmet për shkatërimin e ushtrive rumune dhe hungareze u pritën me ftohtësi. Për Hitlerin, këto forca kishin përmbushur vetëm funksionin e tyre për të mbulluar krahet, ndërsa gjermanët sulmonin në Stalingrad. Sakrifica e tyre shihej si një çmim i nevojshëm. Nuk pati përpjekje serioze për t'i përforcuar para rrëzimit të tyre, as për të evakuar ata që kishin mbetur të bllokuar. Kjo indiferencë gjeneroi një pakënaqësi të thellë në Bukuresht dhe Budapest, ku qeverit filluan të vënë në dyshim aleancën e tyre me Reichun. Megjithatë, për trupat që kishin mbetur të varrosura në stepën ruse, këto tensione diplomatike nuk kishin më asnjë kuptim. Ata ishin dërguar të vdisnin në heshtje. Dëshmitë e mbledhura pas luftës konfirmojnë ndjenjen e braktisjes. Ushtarët rumun tregonin se si u ishte premtuar mbështetje ajrore që nuk mbërriti kurrë, dhe se si u ishte urdhëruar të mbanin vijen derisa të ishte fizicisht e pamundur. Hungarezët përshkruanin ditë të tëra duke luftuar kundër tankeve me pushki inefikase, derisa njësitë e tyre shpërbëheshin plotësisht. Në të dy rastet, ndjesia ishte e njëjtë. Ata ishin trajtuar si mish për top për të mbrojtur divizionet gjermane. As humbjet e tyre, as përpjekja e tyre nuk u njohën. Në raportet zyrtare, sakrificat e tyre zinin mezi disa rreshta. Pasoja e drejt për drejt e kësaj politike ishte përkeqësimi i paktyeshëm i marrëdhënies midis Berlinit dhe aleatëve të tij. Duke filluar nga 1943-shi, qeveritë e Rumanisë dhe Hungarisë filluan të rimendojnë rolin e tyre brenda Boshtit. Mungesa e mbështetjes gjatë ofensivave sovjetike
e shtuar me sakrificën e kotë të trupave të tyre, u pasi një tradhtie fshehtë. Në Bukuresht dhe Budapest, kupolat ushtarake dhe diplomatike filluan të eksplorojnë kontakte diskrete me fuqi neutrale ose madje me armiqtë e Reichut. Disfatat në Don dhe në Stalingrad nuk nënkuptuan vetëm një pengesë në fushën e betejës, por edhe një pikë kteze në besimin strategjik. Berlini e kishte bërë të qartë se aleatët e tij ishin të zëvendësueshëm. Që nga ai moment, angazhimi ndaj përpjekjes gjermane të luftës u dobësua, dhe mundësia për të thyer aleancën filloi të merrte formë brenda qargjeve të pushtetit. Dimrirës, Koramiku ishte klima. Avancimi drejt Moskës duke i vendosur, por gjithçka ndryshoi kur vjeshta u zbe. Ndërsa balta ngrihej, migjera ushtar gjerman zbuluan se pengesa më e madhe nuk ishin luftimet, por i ftohti. Nuk kishte përgatitje të duhur as rroba të ngrohta të mjaftueshme. Paltot e trasha, kapuçat e leshit dhe çizmet me astar mungonin, ndërsa temperatura binte në nivele të panjohura për ata që vinin nga perëndimi. Motorët ndalonin së funksionuari, vajrat ngurtësoheshin, armët blokoheshin dhe burrat mbeteshin të palvishëm nga akuli që u hynte në kocka. Në ato fusha të hapura, detashmentet mbeten të paralizuara pas strehim të vërtet. Gërmonin me duart e ngrira në tokën e akullt, duke u përpjekur të bënin transhe ku kalonin netët duke u dridhur. Disa nuk zgjoheshin. Viktimat nuk ishin më nga zjarri i kryqëzuar apo nga artilleria, por nga pneumonit, këmbët e gangrenuara, apo trupa që thjesht dorëzoheshin para një klime që nuk falte. Në zonën e Kalinin, afër frontit tip qendror, njësit flinin me pushkët në trup për të parandaluar ngrirjen e tyre. Ishte e zakonshme që ato të thyheshin kur përpiqeshin të qëllonin. Nuk kishte karburant të mjaftueshëm për të mbajtur automjetet në lëvizje, as për të ngrohur strejmoret. Disa përpiqeshin të bënin zjarr me mobilje të shkatëruara të fshatrave të zbrazda, por tymi i tradhtonte. Çdo zjarr i vogël mund të tërhiqte bombardime. Kështu që shumë zgjidhnin të duronin të ftohtin pa zjarr. Raportet zyrtare nuk i njihnin këto vdekje si rënje në betejë. Komanda e lartë fliste për humbje nga lodhja ose sëmundje të frymëmarrjes, donse ushtarët e dinin se po vdisnin të ngrirë. Racionet arrinin të forta si gur. Buka duhej të thyej me kraun e pushkës dhe gjellët shndërroheshin në bloqe të ngrira para se të arrinin në transhe. Disa i mbanin kanaqet mes gjoksit dhe këmishës për orë të tëra, vetëm për të qenë në gjendje t'i hapnin. Në shumë sektor, kuajt nuk rezistuan dhe vdiqën në mas. Disa u gëlltitën nga vetë trupat, nuk kishte transport alternativ. Mushkat nuk mund të ecnin mbi akull. Rrotat zhyteshin, çizmet me sholl lëkure ngurtësoheshin dhe rrëshqisnin. Bryma hynte përmes kyçeve. Nuk kishte pjesë këmbimi. Ushtarët përdornin lecka të vjetra, gazeta ose lëkura të shkullura nga armiqtë e rënë. Posta ndaloi së qarkulluari, letra nuk arrinin, nuk kishte lajme nga shtëpia. Askush nuk e dinte nëse të tyre ishin ende gjallë. Soba nuk funksiononin dhe generatorët kolapsonin. Radiot fikeshin, urdhrat arrinin me vones ose nuk arrinin. Oficerët filluan të zhdukeshin gjithashtu, të gëlltitur nga një borë që nuk lëshonte. Në rajonin e Tula, u grumbulluan trupa të ushtarëve që nuk arritën kur në front. Vdiqën duke ecur. Disa ran me thytyr në borë dhe mbeten aty, të palevishëm si statuj. Nuk ishte ceremonia as varrime. U ngrin aq shpejt sa mbajtën sytë hapur. Bora i mbuloi pak nga pak. Patrullat gjenin kufoma me granata ende të lidhura në brez, me duart në pushk, me çantat e mbyllura. Askush nuk ishte kohë t'i merrte. Ata që ishin ende në këmbë shmangnin t'i shikonin.
e dinin se shpejt do t'u vinte rada. Rusët, të mësuar me klimën, përparonin pa u ndalur. Kishin uniforma të përshtatshme, të brendshme termike, çizme prej shajaku, veshje të dyfisht, kapuça me vesh. Përdornin ski dhe sani, dinin kur të lëviznin dhe kur jo. Ndërkohë gjermanët mbetën të izoluar pa linja mbështetëse as rrugë të pastruara. Kamionët nuk mund të kalonin rrugët e ngrira. Organizoheshin autokolona që nuk arrinin. Ambulancat ngjecnin. Të plagozurit vdisnin nga i ftohti më parë se nga plagët e tyre. Fashat ngjiteshin në lëkur, barelat shndërroheshin në bloqe akulli. Në periferitë e Moskës, strehimoret e improvizuara shembeshin. Nuk ishte dru të mjaftueshëm. Disa përdornin dyër të shkullura nga shtëpitë e shkatëruara. Të tjerë flinin në shpella të gërmuara në borë. Ndërroheshin për të thithur pa kajër të ngrohtë që kishte mbetur brenda. Duart mbeteshin të zeza, veshët binin, gishtat çaheshin. Dëgjoheshin britma në agjim kur një tjetër zgjohej pa duar ose pa këmbë. Mjekët bënin amputime pa anestezi, përdornin thika që duhej të ngroheshin fillimisht për të prerë. Nuk ishte antibiotik. Infeksionet përhapeshin. Të sëmurët braktiseshin. Nuk ishte barela, as mushka, as kohë. Disa oficeru përpoqën të organizonin tërheqje taktike, por situata e pengonte. Rrugët ishin të blokuara nga bora dhe autokolonat nuk arrinin kurrë. Me linjat e furnizimit të zhdukura, e vetmja gjë që mbetej ishin transhe të ngrira, ushtar pa doreza dhe armiq që nuk ndalonin së përparuari. Në atë dimër, viktimat gjermane te i kaluan atë që pritej. Jo nga ofensivat, as nga rrethimi, por sepse klima, pa shkrepur asnjë armë, vriste njësoj si një sulm. Ndërsa kalonin javët, grupet mbetën të pakuptimta. Disa njësi kalonin ditë pa kontakt me kuartierin gjeneral. Ata që përpiqeshin të ktheheshin zhdukeshin. Shumë vdiqën të humbur mes mjegullës ose të ngrirë gjatë marshimit të natës. Hartat ishin të pa aktualizuara. Nuk ishte referenca. Gjithçka ishte e bardhë. Nuk dallohej toka nga queli. Sizet lyheshin, kompasët ndalonin së funksionuari, patrullat nuk ktheheshin. Heshtja ishte totale. Dëgjoheshin vetëm hapa, kërcitje bore dhe era që frunte pandalur. Në kraun verior, divizionet që rrethonin Leningradin vuajtën njësoj. Përpjekjet për të tyrë rrethimin u ndërpren nga stuhit. Fushat e minuara mbetën të fshehura. Askush nuk mund të përparonte pa u fundosur. Granatat dështonin, armat shkrepnin vetë kur ngroheshin. Disa mbërthenin plumbat në sqetull për të parandaluar ndarjen e tyre. Topat përkulen, rrotat çaheshin, çeliku kërciste, akulli nuk lëshonte. Urdhrat vazhdonin të arrinin. Mbani pozicionin, duroni, mos lëshoni teren. Por nuk kishte më kujt t'i përgjigjeshin. Kompanit ishin pothuajse të zbrasta. Raportet ishin të falsifikuara. Numrat fryheshin. Askush nuk donte të pranonte që një brigade tërë ishte ngrirë. Në jug, drejt Rostov, lumenjt u ngrin dhe urat nuk shërbenin më. U provua të kalohej mbi akull, por shumë kamion u fundosën, ndërsa barkat mbetën të blokuara dhe varkat tyheshin. Inxhinierët improvizuan kalime me trungje që nuk rezistonin. Ata që mbeteshin të blokuar në ujë, ngriheshin menjëherë. Disa u pan ende në këmbë, të ngrirë pranë timonit, pa pasur mundësi t'i shpëtonin. Të tjerë u përpoqën të përdornin kufomat si bariera kundër erës, duke grumbulluar trupa rreth kampeve. Të gjallët flinin në qendër dhe ndërroheshin për të thithur ajër të ngrohtë. Në ato muaj,
varezat u zhdukën sepse nuk kishte kohë për të gërmuar. Trupat rreshtoheshin pranë rrugëve, donjëherë të shënuar me shkopinj, në raste të tjera, thjesht të harruar. Disa u përdorën si mbrojtje kur nuk kishte më thas me rër dhe ndërtoheshin mure me trupa. Municionet mungonin, qëllohej me kujdes. Granatat numeroheshin një nga një dhe askush nuk shpenzonte një plumb kot. Gjithçka ishte ngadalt. Askush nuk vraponte, askush nuk fliste. Klima diktonte ritmin. Në brendësi të qyteteve të marra, ambienti nuk ishte më i mirë. Shtëpitë e pushtuara ishin rënoja, pa ngrohje as ujë. Cisternat ishin të ngrira, nuk ishte dushe as banjo, dhe përdoreshin kova që zbrazeshin në ajër të hapur. Jashtëqitjet mbeteshin të ngrira, era zhdukej, por sëmundjet jo. U shfaqën epidemi që përhapeshin mes ushtarëve që ndanin batanije. Lëkura ngjitej në uniforma, mjekra ngrihej, vetullat binin dhe lëkura qahej, dërsa era hynte përmes çdo çepjeje. Kur pranvera erdhi, agjo erdhi me ngadalësi. Boret u shkrin dhe zbuluan qindra trupa. Disa kishin javati, të tjerë muaj. Balta u këtije, rrugët u bën të papërdorshme, por klima nuk ishte më vdekje prurese. Armiku ishte përsëri njeriu. Megjithatë, ai dimër la shenja që nuk do të fshieshin. Askush nuk fliste për këtë në fjalime, por të gjithë ata që mbijetuan e dinin, ishte i ftohti, jo plumbat. Ai që po thuaj se i fshiu nga harta. Rrethime vdekjeprurëse, të vdesësh pa shpëtim. Kur trupat gjermane avancuan drejt Moskës në tetor të 1941-shit, komanda sovjetike vendosi të frenoj avancimin e tyre duke lëshuar njësi të shumta rezervë mbi rajonin e Smolenskut, veçanërisht në rrethinat e Vjazmës dhe Brianskut. Ajo që dukej si një manover mbrojtëse me disa shtresa, shpejt u zhderua në një kurth masiv. Hitleri i kishte dhënë përparësi absolute rrethimit në atë zonë dhe komandantët gjerman aplikuan të njëjtin model rrethues që tashmë kishte rezultuar në Minsk dhe Kiev. Grupi i ushtrive qendër, i përforcuar me mjete të blinduara të reja, mbili krahët me shpejtësi. Brenda pak ditësh, mijëra ushtar sovjetik u blokua në një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë, pa mbulim ajror, pa rezerva dhe pa qasje në furnizime të qëndrueshme. Komanda e lartë gjermane ishte e bindur se kjo manovër do të ishte përfundimtare. Ideja ishte të blokoheshin plotësisht rrugët e shpëtimit drejt lindjes para se sovjetikët të mund të organizojnë rrethimin. Ndërkohë, kolonat e ushtrisë së kuqe, të befasuara nga shpejtësia e lëvizjes së armikut, përpiqeshin të rigrupoheshin në pyll, ku artilleria dhe aviacioni gjerman tashmë po operonin me liri të plot. Në zonat pranë Vjazmës, njësitë sovjetike lëviznin pa koordinim apo udhëheqje të qartë. Në çdo përpjekje për të thyer rrethimin, divizionet gjermane përgjigjeshin me zjarr të dendur që organizoi kolonat në ecje. Disa grupe arritën të ecnin për ditë të tëra pa gjetur rrugë të sigurta, të ndjekur nga patrullat të motorizuara ose nga bombardime taktike që shpërthenin pak metra mbi tokë. Tërheqja u bë kaotike dhe rrethimi përfundoi duke u mbyllur plotësisht rreth më shumë se gjys milioni ushtarësh. Në ato kushte, e vetmja dalje ishte individuale. Nuk bëhej më fjalë për të rezistuar në vijë apo për të formuar një mbrojtje të qëndrueshme, por për të mbijetuar si të mundeshin. Komandantet sovjetik në zonë nuk arritën të vendosnin një strategji të përbashkët dhe shumë oficerë mbetën të izoluar së bashku me grupe të vogla. Situata nuk u përmirësua me kalimin e ditëve. Komunikimet u humbën pothuajse plotësisht. Uria filloi të dobësonte batalionet dhe netët mbusheshin me britma, shpërthime dhe të shtëna të vecuara që kumbonin me spembe.
Disa ushtar varosnin armët dhe zvariteshin mes shkurreve për të kaluar linja gjermane në errësirë. Të tjerë dorëzoheshin në grup, duke ngritur lecka të bardha pa e ditur nëse do të dëgjoheshin apo ekzekutoheshin. Skena përsëritej në jug dhe në veri të rrethimit, ku trupat gjermane mblidhnin në robër masivisht dhe i detyronin të ecnin mes kolonave të pafundme deri në pikat e përqendrimit me mezi ushqim apo ujë. Ajo që ndodhi në Vjazm nuk ishte vetëm një humbje, ishte një kolaps i plot taktik. Komandantët gjerman raportuan se ishin kapur më shumë se 300.000 ushtar, së bashku me mijera automjete, topa dhe dokumente. Fushat mbetën të mbuluara me mbeturina, kufoma dhe uniforma të grizura. Oficerët e ushtrisë së kuqe që arritën të shpëtonin, treguan se tërheqja u kthie në një kaos absolut. Nuk kishte harta, urdhrat ishin kontradiktor dhe rrugët ishin të bllokuara nga automjete të shkatëruara. Mungesa e koordinimit e shndëroi mbrojtjen në një shpërbërje pa kontroll, ku komandat nuk arrinin të mblivnin burrat e tyre as të vendosnin vija të tërheqjes. Vjazma shënoi një nga pikat më të larta të dominimit taktik gjerman në frontin lindor, por edhe fillimin e një lloji të ri lufte, ku rrethimi nuk ishte një përjashtim, por një kërcënim i vazhdueshëm. I njëjti model u përsërit 2 vjet më vonë, por në kushte shumë të ndryshme. Në janar të 1944, ushtria e kuqe nisi një ofensiv mbi qafën e Korsunit në Ukrainën qendrore, ku disa divizione gjermane mbanin pozicione prej muajsh. Edhe pse rrethimi në këtë rast ishte më i vogël, ndikimi ishte po aq brutal. Stalini kërkoi rezultate të menjëhershme dhe komandat sovjetike hartuan një operacion me 2 fronte që duhej të mbylleshin mbi qytetin nga veriu dhe jugu. Njësit gjermane në qaf, të rrethuara nga forca superiore në numër dhe me logjistik të dëmtuar, mbetën të bllokuara me shpejtësi të madhe. Këtë herë, Wehrmachti nuk kishte hapësirë manovrimi. Tereni i balltosur, shirat e dimrit dhe mungesa e karburantit penguan çdo tërheqje të organizuar. Automjetet ngecnin në balt dhe rrugët ishin të pakalueshme për mjetet e blinduara. Situata u bë kritike brenda më pak se 1 jave. Oficerët gjerman në Korsun kuptuan se nuk do të kishte ndihmë të menjëhershme nga jashtë. Edhe pse u përpoq të organizohej një tujerje e rrethimit nga perëndimi, sovjetikët bllokuan të gjitha hyrjet me artilleri të rënd dhe mina. Në brendësi të rrethimit, ushtarët gërmonin llogore të improvizuara me lopata, bajoneta apo edhe me duar. Bora lakte paltot. Uji i ndotur shkaktonte sëmundje dhe kuajt e ngordhur shndërroheshin në ushqim. Luftimet zhvilloheshin në distancë metra, me mitraloz të fshehur me spemve dhe snajper që qëllonin nga pozicione të padukshme. Çdo përpjekje për aratisje përfundonte në një fushë të hapur, ku aviacioni sovjetik fshinte grupet në tërheqje. Për ditë të tëra, raportet flisnin për kolona të tëra të shpërbëra nga zjarri i armikut, pa mundësi për të tërhequr apo për të mbajtur pozicionin. Kur më në fund u autorizua një tujerje, ushtarët gjerman u përpoqën të hapnin rrugë natën. Ata e bën këtë në grupe të shpërndara, duke zvaritur të plagosur, duke mbajtur municione në shpinë dhe duke kaluar për rrenjë të ngrirë në heshtje. Rruga e daljes ishte një brez i ngushtë midis 2 kodrave, e mbuluar me balt dhe e vëzguar nga artilleria e armikut. Ati u zhvillua një nga skenat më të dëshpëruara të gjithë fushatës. Disa arritën të kalonin, të tjerë mbetën të bllokuar në balt ose ranë në zjarrin e kryqëzuar. Ata që dolën nga rrethimi e bën këtë pa armë, pa kaska dhe pa njësi të njohura. Ofensiva sovjetike në Korsun ishte një goditje dërmuese për moralin gjerman. Jo aq shumë për numrin e viktimave, se sa për dëshmin se ata nuk mund të kontrollonin më ritmin e luftës. Që nga ajo pikë,
çdo rrethim u shndërua në një kërcënim real për çdo njësi që mbetej e izoluar. Rrethimi nuk ishte më një strategji sovjetike, por u bë një mundësi e përditshme. Ajo që bashkoi Vjazmën dhe Korsunin nuk ishte vetëm bllokimi fizik, por siguria se nuk kishte rrugdalje të mundshme. Në të dy rastet, ushtarët e bllokuar përjetuan ditë në të cilat vendimi i vetëm ishte si të binin, në zjarrin e armikut apo nga të ftohtit pas tre. Në atë formë të vdekjes së bllokuar, zhdukej vetë nocioni i frontit. Nuk ishte as avancim as tërheqje, vetëm një vijë vdekjeje që ngushtohej dalë nga dalë derisa fshinte të gjithë hartën. Të burgosurit e lindjes, ata që mbijetuan për të vdekur. Që në ditët e para të sulmit të gjerman kundër Bashkimit Sovjetik, ushtarët që përfundonin në duart e armikut e dinin se kishin pak gjasa të shihnin sërish vendin e tyre. Shumë nga ata që ranë rob në fillim u vranë drejt për drejt, dhe në disa zona të frontit lindor as nuk merrnin kohën për t'i transferuar. Megjithatë, me kalimin e kohës dhe rritjen e kapjeve, sistemi sovjetik filloi të organizonte mënyrën e tij të ndalimit, ndëshkimit dhe shfrytëzimit të atyre burrave të mundur. Kolonat e të burgosurve përparonin të shoqëruara nga trupa sovjetike, ku të prapambeturit ose ata që rrëzoheshin ndaheshin nga rruga, dhe në shumicën e rasteve, thjesht eliminoheshin pa folur asnjë fjalë. Disa dërgoheshin në kampe të improvizuara pranë frontit, ku qëndronin për javë të tëra pas trehim, derisa vagonët e transportit të ishin në dispozicion, dhe të tjerë shtyneshin të ecnin për ditë të tëra në mbikëqyrje, mes shtytjesh, bërtitjesh dhe kërcënimesh. Ndërsa muajt kalonin, Moska vuri në zbatim një sistem shumë më të strukturuar. U krijuan instalime në rajone të ndryshme të brendshme, dhe oficerët ndaheshin shpejt nga pjesa tjetër. Hierarkia ushtarake gjermane zhdukej që nga momenti kur kapeshin, dhe një nën oficer i thjesht mund të përfundonte i përzir me ata që kishin pasur komand mbi divizione të tëra. Klasifikimi bëhej me ngut, duke u bazuar më shumë në pamjen e tyre sesa në funksionin e tyre të vërtet, dhe shumë përpiqeshin të mashtronin sovjetikët për të shmangur hakmarrjen. Disa digjnin dokumentet e tyre, të tjerë shtirenin se flisnin keq gjuhën, ose përzieshin me njësi të huaja për të mos u identifikuar. Megjithatë, komisarët e ushtrisë së kuqe zakonisht vepronin me ashpërsi kur dyshonin diçka. Shumica e të kapurve përfundonin në trena drejt rajoneve të largëta, dhe që atje dërgoheshin në kampe pune ku ushqimi ishte i pakët, i ftohti, përshkonte gjithçka, dhe sëmundjet përhapeshin pa kontroll. Sistemi nuk bënte dallim midis luftarëve konvencional dhe rekrutëve të papërvojë, që nga ushtarët e thjesht deri te antarët e stafit mjekësor ose të intendendurës futeshin në baraka ku mezi hynin pa rroba të përshtatshme dhe me ushqime që nuk arrinin të mbulonin nevojat minimale. Në dimër, numrat e të vdekurve rriteshin pa pushim, dhe vetëm në kampet e 1942 numri i të vdekurve në ditë arriti të tekalonte 300 në disa sektor. Pavarësisht kësaj, autoritetet sovjetike mbanin urdhrin për të vazhduar përdorimin e tyre si fuqi punëtore në miniera, fabrika ose projekte rindërtimi. Shumica e të burgosurve nuk kishin iden më të vogël se sa kohë do të qëndronin atje, dhe shumë pak dinin madje se lufta kishte përfunduar kur ndodhi kjo. Ata transferoheshin shpesh dhe shumë vdisnin para se të arrinin në destinacionin e tyre. Gjatë viteve të fundit të konfliktit dhe të parat të pas luftës, marrjet në pyetje kalua në një pjesë të zakonshme të procesit. Sovjetikët kërkonin informacion mbi rrugët, komandat dhe strukturën e brendshme të njësive gjermane, dhe disa burra torturoheshin ose kërcënoheshin për të folur. Të tjerë thjesht izoloheshin për ditë të tëra pa kontakt me askënd. Ata që bashkëpunonin kishin një përmirësim të lehtë në trajtim, dose nuk ishte gjithmonë i mjaftueshëm për të garantuar jetën e tyre. Ata që refuzonin ose konsideroheshin të dyshimt,
mund të zhdukeshin nga një ditë në tjetrën. Sovjetikët gjithashtu vunë në zbatim një proces riedukimi në disa kampe, ku organizoheshin seanca kolektive për të ekspozuar krimet e regjimit nazist dhe për të justifikuar luftën si një përgjigje të nevojshme. Atje, disa ushtar filluan të shfaqeshin të nënshtruar ndaj gardianëve të tyre për mbjetesë të thjeshtë, dërsa të tjerë zgjidheshin për të formuar grupe speciale të destinuara për të riadhesuar në të ardhmen, donse me kushte strikte. Me përfundimin e konfliktit, shumë nga ata që ishin në robëri menduan se do të dërgoheshin në shtëpi brenda pak kohe. Megjithatë, sovjetikët nuk treguan asnjë qëllim për t'i liruar masivisht. Mijëra prej tyre vazhduan të ishin të mbyllur për vite dhe jo pak u transferuan në vende të tjera akoma më të largëta, ku mbaheshin kampe të rrethuar me tela me xhemba, me mbikëqyrje të përhershme dhe pa kontakt të jashtëm. Korrespondenca kontrollohej dhe shumë familjar nuk e morën vesh që fëmijët, prindrit apo vëllezërit e tyre ishin ende gjallë deri shumë më vonë. Në arkivat e sistemit penitenciar sovjetik, një pjesë e rëndësishme e regjistrimeve ishte e paplot ose drejt për drejt e falsifikuar, gjë që vështirësonte çdo lloj ndjekjeje nga jashtë. Vetëm disa organizma humanitar mundën të hynin në kontakt me ta, por raportet e tyre ishin të pjeshme dhe pothuajse kurrë nuk u lejohej të inspektonin kampet më të largëta. Mes viteve 40 dhe fillimeve të viteve 50, gjermanët e robruar vazhduan të punonin me forcë në kushte ekstreme. Disa ishin në miniera qymyri të Donbas, të tjerë u dërguan në projekte ndërtimi në Siberi, dhe të tjerë përfunduan duke hapur rrugë ose duke ngritur instalime ushtarake në zona që më parë ishin pyje. Sëmundjet si dizenteria, pneumonia dhe tifoja shkatëronin më të dobtit, dhe ata që nuk ishin në gjendje të qëndronin në këmbë zakonisht, ndaheshin pa qasje në trajtim apo ndihmë. Izolimi, mungesa e lajmeve dhe kalimi i kohës tyenin vullnetin e shumë njerëzve. Disa u përpoqën të arratiseshin, donse ata që kapeshin jo vetëm dënoheshin me më shumë vite pune, por poshtroheshin para shokëve të tyre për të dhënë shembull. Në të njëjtën kohë, Moska filloi të përdorte disa të burgosur si propagandë. Përmes programeve speciale, zgjidhnin disa ushtar për të treguar para shtupit si burra të rehabilituar, me uniform të pastër dhe deklarata të provuara. Ata filmoheshin duke punuar ose duke marrë ushqim, ndërsa oficer sovjetik flisnin për sjelljen e tyre të mirë. Megjithatë, shumica vazhdonte të ishte larg çdo trajtimi njerëzor. Grupet më të shumta, veçanërisht ata që nuk ishin asnjë aftësi teknike, mbetën të bllokuar në një cikël pafund, ku kalonin nga një kamp në tjetrin pa u liruar. Në disa raste, të burgosurit arritën të kalonin më shumë se 8 vjet të ndaluar pa pasur asnjë gjyq formal, as pa qenë të akuzuar për krime konkrete. Thjesht konsideroheshin pjesë e një kolektivi armik, dhe si të tillë mbaheshin derisa të gjykohej e përshtatshme t'i lironin. Kur disa vende filluan të negociojnë marrëveshje riadhesimi, autoritetet sovjetike shfaqën hezitim për t'i liruar të gjithë. Procesi ishte i ngadalshëm, plot pengesa burokratike dhe pengesa politike. Edhe kur lirimet e para u bën efektive, shumë nga ata që ktheheshin e bënin me pasoja fizike të paktyeshme, me kocka të deformuara nga puna, me tuberkulozë ose me lëndime të shëruara keq. Me të arritur në territorin gjerman, ata përballeshin me një aparat administrativ të mbingarkuar, pa regjistrime të azhurnuara, as protokolle të qarta për t'i riintegruar. Disa kaluan javë në qendra tranziti pa marrë vëmendje, dhe të tjerë ngecën pa dokumente të vlefshme. Sistemi i pasluftës nuk ishte i përgatitur për t'i pritur, dhe shumë u dërgua në zyra pa burime, ku trajtoheshin si një problem i mbetur i një lufte që të gjithë donin ta harronin. Për ta, lirimi nuk ishte një kthim në shtëpi,
por fillimi I një limbi të ri. Gjatë viteve, raportet mbi kushtet reale të atyre të burgosurve mbetën të fshehura. Zdjete më shumë emra nuk u shfaqën kurrë në listat e të mbijetuarve. Vetëm pas rënies së bllokut sovjetik, disa arkiva u hapën dhe u mund të gjurmojë fati I mijëra burrave që ishin dhënë si të vdekur. Mes tyre, kishte raste të ushtarëve që kurrë nuk shkelen në një gjykat, që kurrë nuk patën një qeli individuale, as një oficer të caktuar, dhe që thjesht u zhdukën brenda ingranazhit të një sistemi ku ndëshkimi kolektiv ishte më I rëndësishëm se çdo proces formal. Kështu përfundoi rruga për ata që nuk vdiqën në betejë, por që as nuk arritën të ktheheshin si burra të lirë. Të vdesësh duke besuar, si propaganda I coj në thertore. Ndërsa trupat gjermane filluan të pësonin disfata, zëri I pushtetit nuk tregoi qarje. Goebbels, nga foltorja e tij, intensifikoi mesazhet e unitetit dhe sakrificës. Përmes radios, lajmeve dhe posterave që mbushnin rrugët, përsëritej pa pushim se armiku nuk ishte një ushtri e zakonshme, por një kërcënim ekzistencial që do të shkatërronte gjithçka nëse arrinte të përparonte. Ky vizion nuk linte hapësirë për dyshim. Nën këtë kornizë, çdo përpjekje për t'u vënë në pikpyetje ishte censuruar, dhe ata që shfaqnin shenja dëshpërimi etiketoheshin si frikaxhak, ose më keq, si tradhtar. Frazat ishin të drejtë për drejta, të ashpra, pa paqartësi. Nuk bëj fjalë për të fituar një luftë, bëj fjalë për të shpëtuar thelbinë e vendit, dhe për të arritur këtë, dorëzimi duhej të ishte total. Kështu, ndërsa frontet po kolapsonin, retorika nuk lëshonte as 1 milimetër. Në vend që të përgatitej popullsia për kolapsin, ajo shtynte të vazhdonte të besonte se shpëtimi do të vinte eve kur nuk ishte më as forca as municione. Ndërsa disfatat grumbulloheshin, përmbajtja e mesazheve zyrtare ndryshonte tonin, por jo objektivin. Nuk flitej më për avancime as për pushtime, por për rezistencë heroike, për nevojën për të qëndruar të fortë ndërsa armiku afrohej në qytete. Gazetat ndalonin se treguari harta dhe fillonin të theksonin shembuj të ushtarëve që preferonin të vdisnin se sa të tërhiqeshin. Lavdëroheshin histori të të rinjve që vetë mohueshin me granata për të frenuar një kolonë armike, ose të grave që dorëzonin shtëpinë e tyre për ta kthyer në një pikë mbrojtjeje. Asgjë nga këto nuk verifikohej, por as nuk ishte e nevojshme. Funksioni nuk ishte informimi, ishte forcimi I shpirtit. Edhe kur gjithçka tregonte se konflikti ishte I humbur, komunikimet zyrtare këmbëngulnin se fitoria ishte ende e mundur, dhe kush mendonte ndryshe, po ndihmonte armikun nga brenda. Obsesioni për të kontrolluar mendimin arriti nivele ekstreme, kur regjimi deklaroi se çdo përpjekje për të vënë në pikpyetje urdhrat e Führerit ishte e barabartë me sabotazh. Nuk mjaftonte më të bindeshe. Tani ishte e nevojshme të demonstrojë entuziazëm. Letrat që arrinin në front shqyrtoheshin, komentet në publik mbikëqyreshin dhe shprehjet e skepticizmit mund të kushtonin jetën. Shumë ushtarë të vetëdijshëm për situatën reale zgjivnin të heshnin, ndërsa të tjerë, më të ndikuar nga propaganda, këmbëngullnin se dorëzimi ishte një fantazi humbse. Kjo qarje e brendshme nuk pengonte që të gjithë të marshonin në të njëjtin drejtim. Presioni nuk vinte vetëm nga lart, vinte edhe nga shokët që nuk toleruan dyshime. Kështu, edhe ata që nuk besonin më, përfundonin duke u sjellë sikur besonin, të tërhequr nga frika dhe nga siguria se nuk kishin shpëtim. Në muajt e fundit të konfliktit, kur frontet po shembeshin dhe kaosi po pushtonte qytetet, aparati I bindjes u bë më këmbëngulës. Nuk flitej më për kthesa strategjike të mundshme.
as për aleanca të mrekullueshme. Tani mesazhi ishte i qartë. Duhej luftuar deri në momentin e fundit, edhe nëse kjo do të thoshte të vdisje pa kuptim. U shpërdan fletushka në të cilat sigurohej se Führeri kishte një plan sekret që në çdo moment do të shpërthente një kundrofensiv e pandallshme. Asgjë nga këto nuk ndodhte, por ai iluzion mbante shumë njerëz në pozitat e tyre, të bindur se roli i tyre ishte të duronin vetëm pak më shumë. Ndërkohë, krerët ushtarak e dinin se nuk kishte asgjë pas atyre fjalëve, vetëm nevoja për të vazhduar të dukeshin nën kontroll, ndërsa gjithçka po shkatërrohej. Përdorimi i fëmijëve dhe të moshuarve në mbrojtjen e qyteteve ishte një nga pasojat më ekstreme të asaj logjike. Në vend që të evakuoheshin, atyre u jepej një armë dhe u thuej se kontributi i tyre ishte vendimtar. Të rinj pa përvojë dërgoheshin në front me premtime lavdie, duke e ditur se do të vriteshin brenda pak minutash. Megjithatë, shumë e pranonin atë mision me krenari, jo nga bindja, por sepse gjithçka rreth tyre i kishte bërë të besonin se vlera matej me rezistencë, jo me mbijetesë. Ai mendim ishte rezultati i drejt për drejt i viteve të fjalimeve, të filmave heroik, të këngëve që flisnin për përjetësi. Kur e kuptonin të vërtetën, ishte tepër vonë. Në atë pikë, edhe ata që fillonin të dyshonin, vazhdonin të vepronin si besimtar. Inercia ishte më e fortë se arsyeja. Në kryeqytet, kur tashmë dëgjohej zurma e luftimeve pak metra larg, altoparlantët vazhdonin të transmetonin mesazhe inkurajimi. Flitej për besnikëri, për dorëzim absolut, për shembuj historik që justifikonin martirizimin. Kujtoheshin epizode të luftrave të tjera, ku qëndrueshmëria kishte shpëtuar popujt. Qëllimi nuk ishte informimi, por shmangjja e rrëzimit psikologjik. Ndërsa ndërtesat binin dhe civilet vraponin duke kërkuar strehim, zëri zyrtar nuk ndalonte së përsërituri se gjithçka varej nga vullneti i popullit. Kjo këmbëngulje nuk mund ta frenonte avancimin e armikut, por arrinte të mbante bindjen. Shumë nga ata që luftonin në rrugë e bënin pa e ditur pse, vetëm sepse dikush u kishte thënë se kjo ishte vetmja mundësi. Kjo bindje e verbër, kjo fe e ndërtuar mbi parulla, ishte burimi i fundit i regjimit. Në zonat e ndara, larg qendrave të komandës, panorama nuk ishte e ndryshme. Zyrat lokale, pa udhëzime të sakta, vazhdonin të replikonin komunikimet e regjimit. Banorët përpiqeshin të organizoheshin për të ngritur mbrojtje ose për të fshehur furnizime, pa e ditur nëse kjo shërbente për diçka. Shumica nuk e kuptonte madhësinë e rrëzimit, por vazhdonin të vepronin sikur ende kishte një mundësi. Edhe pa pasur asgjë, vazhdonin të përdornin shprehjet që kishin vite që i dëgjonin. Nuk e bënin nga besnikëria, por nga zakoni. Në një mjedis ku dezinformimi kishte zëvendësuar realitetin, e vetmja gjë që mbetej ishte të përsëritej ajo që ishte thënë gjithmonë. Kur nuk ishte më shpresë, mesazhet u bën akoma më të theksuara. Flitej për trashëgimin, për popullin, për të rezistuar nga krenaria. Pohonte se, donse gjithçka përfundonte, shpirti nuk do të shuhej. Këto fjalime nuk ngjallnin më entuziazëm, por as nuk kundërshtoheshin. Disa vdiqën të bindur se ishin pjesë e një kauze të përjetshme. Të tjerë e dinin se nuk ishte e vërtet, por nuk pan ndonjë mundësi tjetër. Në të dy rastet, propaganda kishte arritur objektivin e saj. Nuk konsistonte në arritjen e fitores, por në arritjen që të gjithë të binin duke menduar se ende ja vlente të luftohej. Berlini dhe fundi. Kurthi pa kthim. Kur trupat sovjetike filluan të rretonin kryeqytetin gjerman, qyteti nuk ofronte më asnjë rrugë dalje. Urdhërat që vinin nga nivelet më të larta këmbëngullnin për të rezistuar me çdo kusht, edhe pse armiku tashmë po kalonte parqet, tunelet e metros, kanalet dhe rrugët e periferive.
Në këtë mjedis u mobilizuan adoleshent që mezi mbushnin 15 vjeç dhe pleq të nxjerr nga arkivat, fabrikat dhe zyrat, ndërsa oficer pa të ardhme përshkonin lagjet për të shpërdar armë me udhëzime për të qëndruar të palekundur deri në limit. Pavarësisht se avancimi i ushtrisë së kuqe ishte i pandërprer dhe se çorganizimi mbretronte eve në komandat e pror, vazhdonin të shfaqeshin dekrete të nënshkruara në emër të Führerit që kërkonin të mbahej çdo blok, çdo kryqëzim dhe çdo ndërtesë. Ushtarët e improvizuar gërmonin llogore në mes të bulevardeve dhe fsiheshin pas kolonave të rrëzuara ose vagonve të braktisur, ndërsa bombardimet nuk jepnin pushim dhe tanket e armikut afroheshin pandalur. Pikrisht atëherë, ata që ende u bindeshin urdhrave, gjendeshin të rrethuar nga një popullsi që nuk e kuptonte më qëllimin e vazhdimit të luftës, por që gjithashtu nuk kishte alternativë reale. Ndërsa kjo ndodhte në sipërfaqe, mijëra njerëz strehoheshin nën tokë, ku ajri ishte i pakt dhe frika shumë fishohej me çdo shpërthim. Stacionet e metros u shndëruan në fusha pritje e të heshtura, me familje të tëra të shtrira pranë kolonave të hekurta, pleq të ulur në shkallë lëvizse të ndalura dhe fëmijë që qanin pa e kuptuar çfarë po ndodhte. Aty u instaluan edhe disa të plagozur, të sjell me barela të improvizuara, pa ilaçe apo doktor, të kujdesur vetëm nga vullnetar që nuk e dinin nëse duke dal do ta gjenin qytetin ende në këmbë. Në sipërfaqe, lufta nuk bënte dalim midis njësive të organizuara dhe grupeve të shpërdara, ku të rinj me shirita krahu dhe pushk stërvitjeje përballeshin me ushtar sovjetik me përvojë që nuk ofronin më mëshirë. Çdo lagje ishte sken shkëmbimesh zjarri, pritash, zjarresh dhe shembjesh. Disa ndërtesa digjeshin për ditë të tëra dhe kolonat e timit e rrësonin qiellin vazhdimisht. Mes rënojave, ende ngriheshin flamuj me kryqin e tyre, edhe pse prania e tyre nuk tremte më askënd. Oficeret që ende kishin mbetur transmetonin komunikata duke premtuar përforcime që nuk do të vinin kurrë dhe mbanin harta që nuk korespondonin më me realitetin e rrugëve. Në këtë skenar, divizionet e rregullta u zëvendësuan nga grupime pa hierarki fikse, ku të gjithë e dinin se kishin mbetur vetëm orë. Qendra komanduese nëntoksore vazhdonte të dërgonte mesazhe që kërkonin mbajtjen e disiplinës, por jashtë atyre mureve, lufta nuk i përgjigjej më asnjë strukture formale. Në pika të ndryshme të qytetit u formuan kolona fëmijësh dhe adoleshentësh që marshonin me uniforma shumë të mëdha, disa me kaska nga konflikte të tjere me shirita krahu thjesht të pikturuar me dorë. Ata morën udhëzime bazë dhe municion të kufizuar, por ju dha detyra të mbroni rrugë në për të cilat avanconin mjete të blinduara armike. Shumë nuk arritën të qëllonin asnjëherë para se të goditeshin nga predhat e para, dhe ata që mbjetonin ktheheshin pa drejtim dhe pa ngushullim. Megjithatë, autoritetet lokale këmbëngullnin se çdo i ri duhet të jepte jetën për kryeqytetin, dhe mbaheshin takime të improvizuara ku përsëriteshin parulla të konsumuara, ndërsa zhurma e shpërthimeve afrohej. Në shkollat e mbyllura ku më parë jepeshin mësime gjeografie apo biologjie, tani grumbulloheshin armë pa etiket, çanta shpine me fasha të ndotura dhe postera me udhëzime për luftime trup me trup. Kuzinat e mensave shkollore përdoren për të përgatitur ushqime me përbërës të racionuar, dhe koridoret shërbenin si strehimore të improvizuara ku tentohej të mbahej një farë normaliteti në mes të asaj që ishte e paktyeshme. Me kalimin e ditëve lagjet mbetën pa energji elektrike, pa ujë të rrjedhshëm dhe pa ushqime të freskëta. Autoritetet urdhëruan shkatërimin e urave, mbylljen e tuneleve dhe bllokimin e hyrjeve,
me idenë e frenimit të avancimit të avaktus, edhe parmikut, edhe pse në praktik kjo pengonte gjithashtu shpëtimin e vetë qytetarëve. Sirenat vazhdonin të binin në intervale gjithnjë më të shkurtra, dhe netët mbusheshin me britma, të shtëna dhe ndërtesa që shembeshin njëra pas tjetrës. Në ditët e fundit të prillit, qyteti tashmë ishte i ndarë në fragmente pa lidhje me njëri tjetrin. Në secilin prej tyre, grupe të vogla të armatosura rezistonin si mundnin, pa e ditur se çfarë po ndodhte në pjesën tjetër të hartës. Disa luftar besonin se Führeri kishte braktisur qytetin, të tjerë se ishte ende në bunker duke dhënë urdhra, edhe pse askush nuk mund të konfirmonte asgjë. Shpërndaheshin flet palosje ku flitej për një kundërofensiv që nuk u realizua kurrë, dhe radiot përsëritnin fjalime të regjistruara që flisnin për sakrificë, ndërsa jashtë gjithçka po shkatërohej. Kufomat grumbulloheshin në përkoshe dhe askush nuk mund t'i varroste. Kamionët nuk qarkullonin më dhe ambulancat goditeshin nga predha para se të arrinin në destinacionin e tyre. Kishat, teatrot dhe hotelet luksoze shndërroheshin në fortesa, llogore apo thjesht rënoja. Në mes të këtij kolapsi, çdo përpjekje për të koordinuar një tërheqje mbetej në ajër, pa kanale komunikimi apo hierarki operative. Disa komanda lokale kërkonin rrugdalje më vete, por u mungonte informacioni dhe mbështetja logjistike. Pikërisht atëherë, trupat sovjetike kaluan urat kryesore të qendrës dhe rrethuan zemrën administrative, ku komandat e fundit ende besonin se mund të frenonin të pashmangshmen. Bunkeri kryesor, i fshehur nën tokë, funksiononte si një streh pa lidhje me realitetin, ku hartoheshin raporte lufte që askush nuk i leconte më. Ende caktoheshin dekorata dhe nënshkruheshin emerime, ndërsa jashtë nuk kishin mbetur struktura ushtarake funksionale. Në të njëjtin mjedis, disa komanda të larta urdhëruan dalje vetvrasëse përmes tuneleve të ngushta ose rrugëve të shkatëruara, me idenë e kalimit të rrethimit armik dhe arritjes në rajone ku ende kishte trupa aleate. Shumë pak ja dolen. Shumica u kapen ose u vran para se të kalonin perimetrin e parë. Në të njëjtën kohë brenda bunkerit, mbrojtësit e fundit diskutonin rreth rrugëve të shpëtimit, ndërsa shpërthimet dëgjoheshin gjithnjë e më afër. Në pika të tjera të qytetit, grupe të vogla civile shkërkonin flamuj të bardh dhe afroheshin pranë njësive sovjetike me shpresën për të shpëtuar, megjithse shpesh herë priteshin me dyshim ose injoroheshin drejt për drejt. Spitalet vazhdonin të funksiononin me mbetje personeli, por pa ilaçe dhe pa energji. Salat ishin plot me të plagozur rënd që nuk mund të evakuoheshin. Disa mjek përdornin lambavaj për të operuar dhe transferonin pacient mes rënojave, ndërsa jashtë shtënat nuk ndaleshin. Urdhrat vazhdonin të vinin me radio, shpesh pamarrës, dhe aparatet vazhdonin të transmetonin udhëzime për njësi që nuk ekzistonin më. Kur më në fund trupat sovjetike pushtuan qendrën e qytetit, e bën këtë me rënojash që nxirrnin tym, trupave të shpërdar dhe mureve plot me parrulla që nuk kishin më asnjë kuptim. Kështu përfundoi rrethimi i Berlinit, pa parat, pa njoftim të qartë dhe pa kthim. Të plagosur, vetvrasje dhe trauma. Ana tjetër e 90%. Gjuk filluar nga 1943 shi, mijëra ushtar gjerman filluan të ktheheshin nga fronti me shikimin e humbur dhe trupin e shkatërruar. Disa mbërrinin me barela, të mbuluar me fasha, të tjerë, ulur në heshtje, mbanin plag të padukshme. Në trenat që vinin nga lindja, shumë prej atyre që zbrisnin nuk mund të shpjegonin atë që kishin përjetuar, ndërsa të tjerë mezi arrinin të qëndronin në këmbë. Në stacione si ato të Prusis Lindor apo Saksonis, vagonat shkarkonin të rinj pa këmbë, burra me sy të lidhur
ose me fytyrën e mbuluar me garza që mezi fshihnin mishin e shqyrtuar. Me shtimin e luftimeve pa pushim dhe bombardimeve që shkatëronin qytete të tëra, spitalet e fushës nuk përballonin dot dhe ata që mbijetonin mbeteshin të shënuar përgjithmonë. Në vende si Königsbergu apo Breslau, salat e operacionit të improvizuara nuk ndaleshin, amputimet bëheshin shpejt, pa anestezi të mjaftueshme, me kirurg që punonin me zbritmash, pelgjesh gjaku dhe trupash që driveshin nga dhimbja. Në ato të njëjta korridore, disa burra pëshpëritnin emra shokësh që nuk arriten të ktheheshin, ndërsa të tjerë ishin të paaft të artikulonin fjalë dhe vetëm mbulonin kokën me duar. Ndërkohë, në njesit që ende rezistonin në frontet më të goditura, filluan të shfaqen histori rreth ushtarëve që largoheshin pa leje dhe nuk ktheheshin. Në disa regjimente, këto veprime dënoheshin me njëherë. Oficerët nuk jepnin shpjegime, blidhej një skuadër e vogël, gërmohej një grop dhe pas pak dezertori varrosej pa ceremoni. Në Ukrainë, në pyjet e veriut, apo në rënojat e qyteteve të reduktuara në gërmadha, u përsëriten skena të këtij lloji pa protestuar askush. Frika për t'u akuzuar për frikë i mbante shumë në postet e tyre, edhe kur nuk kishte më shpresë përfitore. Në pikat të caktuara të frontit, komandat morën urdhra të qarta, të mos tolerohej dyshimi apo ikja, edhe nëse kjo nënkuptonte të qëllohej mbi të vetët. Kështu, dënimi për braktisjen e vijes nuk ishte një përjashtim, por një praktike pranuar dhe e përsëritur pa rëndësi mosha apo gjendja e të implikuarit. Në të njëjtën periudhë, filluan të mbërrinë raporte shqetësuese në zyrat e komandës së lartë. Një numër në rritje i viktimave nuk korespondonte me luftime të drejt për drejta apo plag të dukshme. Kishte burra të gjetur vetëm në tenda të zbrazëta ose pas linjave të braktisura. Ata nuk tregonin shenja të një përleshje të kohëve të fundit, por ishin të vdekur. Në disa raste, shkaku ishte një granate manipuluar keq ose një shtën në dukje aksidentale. Megjithatë, përgjegjësit për hartimin e raporteve e dinin se shumë nga këto vdekje nuk ishin rastësore apo të shkaktuara nga armiku. Në ditarët e luftës, oficerët shënonin fraza të paqarta si ra nga lodhja ekstreme ose nuk duroj dot presionin e luftimeve. Në të vërtetë, bëhej fjalë për ushtar që, duke parë se gjithçka ishte humbur, merrnin një vendim pa kthim. E bënin këtë në heshtje, larg të tjerëve, ndonjëherë pasi shkruanin një shënim të shkurtër, herë të tjera pa lënë shpjegim. Disa mbështilleshin në batanien e tyre, u leshin pranë një llogoreje të zbrazët dhe shtypnin këmbëzën duke drejtuar armën drejt vetes. Shifrat reale nuk u publikuan kurrë, askush nuk fliste për këtë me zë të lartë. Në qendrat e rimkëmbjes të vendosura pranë alteve ose në periferi të Berlinit, mjekët trajtonin burra që nuk flinin, që zgjoheshin duke bërtitur ose që nuk duronin dot zhurmën e një dere që mbyllej. Këta ushtar nuk ishin më të dobishëm për frontin, por as nuk mund të ktheheshin në shtëpi. Shumë baheshin në doma të mbyllura me dritare të përforcuara, në vëzhgjim të vazhdueshëm. Në disa raste, ata përpiqeshin të aratiseshin. Në të tjerat, refuzonin të hanin ose kalonin orë duke parë fiksisht murin. Përgjegjësit e këtyre qendrave dinin se situata përkeqësohej, por merrnin urdhra për ta mbajtur gjithçka në diskrecion. Sistemi nuk lejonte të shfaqej dobësi, e aq më pak të pranohej se mijëra nga burrat e tyre po shkatërroheshin nga brenda. Në fazën e fundit të luftës, kur kaosi dominonte rrugët e qyteteve të pushtuara dhe armiku avancote pa u frenuar, njesit më të shkatëruara filluan të humbin kontrollin. Përziheshin ushtar profesionist, adoleshent të rekrutuar me forcë dhe oficer pa përvojë që nuk dinin më kujt t'i bindeshin. Në këtë mjedis, rastet e dezertimit u shtuan, por u shtuan edhe ekzekutimet e shpejta dhe dënimet shembullore. Shpesh,
të njëjtët që me zimbanin një pushk, detyroheshin të merrnin pjesë në skuadrat që kryenin këto dënime. Frika për të pësuar të njëjtin fat siguronte heshtjen. Edhe në Berlin, në ditët e fundit, u mbajt kjo logjik, dërsa të shtënat kumbonin në çdo cep, vazhdonin të shfaqeshin trupa në oborre të brendshme, shkallë të errta apo tunele nëntoksore. Askush nuk pyeste për ta. Të gjithë e dinin se kishte më shumë mënyra për të vdekur se sa në betejë. Gratë e ngarkuara për të kujdesur për të plagosurit, si në spitalet e improvizuara, ashtu edhe në trenat sanitar, gjithashtu filluan të vërejnë ndryshime. Disa ushtar refuzonin të merrnin kujdesin, hidhnin fashën ose tyenin shishet me ilaçe. Ndonjëherë fshihnin municionin që u kishte mbetur. Herë të tjera zhdukeshin gjatë natës, pa lënë gjurmë. Infermieret shënonin sjellje të çuditshme, por nuk dinin kujt t'i raportonin. Komanda mjekësore kufizohej duke theksuar se bëhej fjalë për raste psikiatrike, pa dhënë detaje të tjera. Në të vërtetë, ishin burra plotësisht të mundur nga frika, dhimbja apo faji që nuk bënin më dalim midis ditës dhe natës. Shumë prej tyre nuk ishin plagosur fizikisht, por nuk mund të ktheheshin në shtëpi. Kishin parë shumë, kishin humbur të gjithë ata që njihnin. Vetani ecnin si hije pa drejtim. Pati edhe raste ku komandat e ulta vendosën të veprojnë më vete. Në divizione të caktuara, sidomos në ato të izoluara, kapitenët më të ashpër urdhëruan ekzekutimin e kujtdo që tregonte shenja dobësie. Mjaftonte që dikush të thoshte se nuk donte të vazhdonte, ose të përmente familjen, për t'u akuzuar për dezertim. Në pyjet e Hungarisë, në fushat e ngrira të Pomeranisë dhe në pozicionet e fundit të Oderit, u përsëritën këto vendime. Skuadrat e ngarkuara për kryerjen e tyre u bindën pa dyshim, qëllonin, mbulonin trupin me dhe ktheheshin në postet e tyre. Më pas, komanda shënonte në raport se ushtari ra gjatë një tërheqieje. Kështu mbahej kontrolli, eve nëse ishte mbi kufoma. Paralelisht, u shtuan kërkesat për transferim në njësi mjekësore, por shumica u refuzuan. I jepej përparësi të plagosurve rënd dhe ata që kërkonin vëmendje psikologjike shiheshin me mosbesim. U tha madje se disa e bënin këtë për të shmangur luftën, gjë që vetëm sa e rëndonte situatën e tyre. Kështu, shumë qëndruan në pozicionet e tyre derisa u rrëzuan. Disa u gjetën pa lëvizur, pa ju përgjigjur stimujve, me shikimin bosh. Të tjerë u shtruan me urdhër të eprorëve të tyre që nuk dinin çfarë të bënin me ta. Nuk ishin më ushtar, por as civil. U zhdëruan në trupa të pranishme, por të munguar, që nuk mund të ishin të dobishëm as në detyra të vogla. Kur lufta mori fund, shumë nga ata që mbijetuan nuk u kthyen në fshatrat e tyre. U humbën në qytete të shkatëruara, në spitale pa regjistra, ose u varrosën si të panjohur. Familjet nuk morën kur përgjigje të qarta. Disa morën letra me fraza neutrale, duke thënë se djali apo burri i tyre kishte rënë në krye të detyrës. Në të vërtet, shumë ishin zhdukur në llogore të braktisura, në ndërtesa të rrëzuara, ose në sala të heshtura ku askush nuk pyeste më për ta. Ishin viktimat e padukshme të një sistemi që i çoi në limit dhe nuk la hapësirë për kthim. Ky grup që nuk vdiq nga plumbat e armikut apo nga bombardimet, përfundoi duke qenë pjesë të njëjtit numër. Ata u numëruan midis të rënëve, por historia e tyre mbeti jashtë raporteve zyrtare. Kur nuk ju bë homazh, askush nuk i lecoi emrat e tyre me zë të lartë dhe as nuk vendosi lule në varret e tyre. Ishin burra që, duke mos parë rrugdalje, zgjodhën një që nuk ishte shkruar në rregullore.